Si të qetësoni atak panikun? Unë janë një person që e kam përjetu shumë në trupin tem, edhe mu i thonë se është një diçka që lirohet, absolut. Hapi parë që ti duhesh me ba lidhur me atak panikun është që mos me i ik. Mos me i ik sepse ajo fiton fuqi mbi ty, e kur ti rrin aty dhe përjeton të tërën, ti e liron ata. Natyrisht duke i vetëdijsu edhe mendimet negative që e kanë shkaktu atak panikun. Janë mendimet e mbledhura që është bo blokat dhe pastaj aktivohet atak paniku. Atak paniku nuk është armiku yt, është thirrje për mu kthy te vetja jote, thirrje për me kuptu se ti nuk je mendimet e tua, thirrje për me pa se ti je më shumë e ke të përjeton në meditim. Teknika e frymarrjes, ku ti merr 5 frymarrje të thella, në fillimin kur fillon me të kap atak paniku, nalesh i merr 5 frymarrje të thella. Numëron deri në 6 kur merr frym, e man deri në 8 edhe liron deri në 10. 5 frymarrje i përsërit. Dhe pastaj i shkruan edhe mendimet që e kanë aktivu atak panikun. Unë vërtet e di mas miri se qysh është kjo ndjenjë, qysh është me përjetu një atak paniku, qysh ndihet trupi, të më thonë, nolet fryma, dën me ik, ndihesh i thjesht i stresum në krejt trupin tanë, do kështë se jenë kafaz, edhe pse ndoshta je dikun jashtë, e di shumë mirë, po kjo lirohet. Përdore këtë teknik, shkruaj mendimet, mos i ik atak panikut, përballu me ta dhe kuptoje thirrjen që ajo ka për ty, me u kthy vetës, me kuptu kush je ti në të vërtet, me kuptu se ti si emocionet e tua, si mendimet e tua dhe ti mundesh me i ndryshu ato. Përdore këtë teknik edhe më shkruaj pastaj eksperiencat e tua. Për çdo pyetje më shumë, na shkruani privat. Ju dua shumë.